Ndërsa data 11 tetor po afron, emocionet dhe pritshmëria për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë është bërë shpërthyese për tifozët kuqezi, por në këtë sfidë ka një personazh shtesë, që po luan në hije, Ballist Morina, njohur ndryshe si njeriu i dronit të Beogradit, që prej disa ditësh ai është aktiv në rrjetet sociale, poston ditët që kalojnë nga 11 tetori, imazhe dhe aludime, duke ngrënë një kuriozitet tek sportdashësit, çfarë po përgatit ai këtë herë në Leskovac. Për të kuptuar intensiteti i këtyre paralajmërimeve, duhet të rikthyer ngjarja e 14 tetorit 2014, kur Ballist Morina ndërhyri në ndeshjen Serbi-Shqipëri, duke fluturuar me një dron mbi stadiumin në Beograd me një flamur që mbante Shqipërinë e madhe. Ajo ngjarje solli ndërprerjen e ndeshjes dhe një debat ndërkombëtar që përfundoi me vendimin e kasit për 3 pikë për Shqipërinë. Atëherë emri i tij u bë i famshëm, hero për disa, provokator për serbët. Pas asaj sfida, ai është ndaluar, arrestuar në Itali për përdorim droni pa leje dhe është ballafaquar me kërkesë për ekstradim nga Serbia, por kjo nuk ka zbutur reputacionin e tij mes një pjese të tifozërisë shqiptare, të cilët e shohin si personifikim të guximit nacionalist. Që prej javësh, lajmet dhe artikujt e portaleve sportive flasin për një surprizë tjetër, që Ballist Morina po përgatit për sfidën në Leskovac. Në faqen e tij zyrtare në rrjetet sociale, ai ka filluar të numërojë ditët mbrapsh, duke shkaktuar emocion dhe dyshime midis tifozëve dhe mediave. Disa spekulime që po qarkullojnë janë përsëritja e një manovre me dron, por më e sofistikuar dhe më e vështirë për të parandaluar nga siguria e stadiumit. Mund të jetë edhe një provokim psikologjik, publikimi i përmbajtjes që të tremë tifozët serbë ose autoritetet krijojnë panik dhe presion të shtuar për organizimin. Një blof, ide që nuk planifikohet të realizohet, por që shfrytëzohet si lojë psikologjike të nxjisë nga media dhe kundërshtarët frikë dhe pasiguri. Veprime jashtë stadiumit, aktivitetet simbolike si fluturim dronësh në perimetret jashtë stadiumit, instalacione ndërhyrje në qarkullim që të krijojë imazhe virale që prishin moralin e kundërshtarëve, një aksion surprizë brenda stadiumit që mund të jetë me dron miniatur, kapsolla me drita, folije ndriçuese apo diçka tjetër që të kapë vëmendjen dhe ta ndërpresë momentin. Në portale sportive shqiptare, artikuj si panik në Serbi, Ballist Morina bën gati dronin tjetër për Serbi, Shqipëri në Leskovac qarkullojnë me tituj të tillë që nxisin frikë dhe habi tek serbët. Një artikull i Index Online i titulluar "Çfarë po paralajmëron Ballist Morina", ai po numëron ditët deri te Serbi, Shqipëri, shpreh dyshime se a ka surpriza si ajo e disa viteve më parë. Po ashtu, prej kohësh diskutohet edhe nivelet e masave të sigurisë që do të merren nga autoritetet e Serbisë dhe nga organizatorët e ndeshjes. Stadiumi në Leskovac është zgjedhur për të shmangur incidente dhe për të vendosur kontrolle të mprehta sigurie. Lajmet flasin se ambienti është më i rreptë se në Beograd, se siguria do të jetë saturuar dhe se dronët modern me GPS sensor mund të jenë më të vështirë për të zbuluar e ndaluar. Në Serbi, se këtij provokimit dhe paralajmërimeve të Ballistit po ndiqet me vëmendje, çdo aludim për surprizë tjetër do të shikohet si kërcënim. Mediat serbe i referohen shpesh tij si një provokator të vazhdueshëm dhe reagojnë me indinjat ndaj komenteve që ai lëshon në rrjetet sociale ndërkombëtare, si në faqet e UEFA-s ku ai ka bërë deklarata sfiduese më parë. Në Shqipëri një pjesë e tifozërisë përshëndeten këtë veprim si aksion guximi kombëtar, ndërsa të tjerë shprehin shqetësim për ndërlënë siguri e ekipit dhe reputacion ndërkombëtar. Pra çfarë po përgatit Ballist Morina për Leskovacin? Asnjë gjë nuk dihet me siguri, është pikërisht kjo e paqartësia që ndihmon strategjinë e tij. Ai ka ndezur pritjen dhe emocionin dhe ka vendosur kundërshtarët dhe mediat në pozicion reagimi. Në ditët që vijnë, do të shihet nëse do të jetë aksion real, provokim simbolik apo lojë psikologjike, por një gjë është e sigurt. Ballist Morina ka vendosur që nuk do të jetë spektator i thjesht. Ai kërkon të jetë pjesë e këtij takimi, të lërë shenjë të ndërhyjë, edhe nëse vetëm në mendjen e të gjithëve. Qyteti Leskovacit dhe stadiumi Dubocica presin dhe në qiellin e tifozërisë shqiptare fluturon një pyetje e vetme: çfarë do të ndodhë më 11 tetor?